i kushtoi mbi 3 milion euro shtrimi i kësaj rrugës. Qysh e haroi ministria se pikërisht në këtë vend i bie diga. As nuk u bë penda pje atyrit, as nuk u bë domo rruga. Çka do të ndodh me rrugën e asfaltuar e cila duhet të prishet? Nuk ka pas kuptim me ushtru asfalt në vend ku ka më u grumbullu ujë më përdor për pije. Rruga mbrapa meje i lidh 3 fshatra të komunës së Kamenicës, Shqipashnic, Desivojc dhe Tërsten. Kjo rrugë është përruar javën që shkoi nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Është kënaqësi të jemi bashkë me kryetarin e komunës Katerina Himajn dhe me ministrin e infrastrukturës transportit Dimal Bashën. Gjithsej i ka 10 kilometra, e që në total qeverisë së Kosovës i kushtoi mbi 3 milion euro shtrimi i kësaj rrugës. Por shtrimi i kësaj rrugës u bë duke haruar një projekt edhe më të madh. Bëhet fjalë pra për digën e Desivojcit. Projekt ky i nisur shumë vite më parë, pra para këtij projekti. Projekti i digës së Desivojcit është menaxhuar nga e njëjta ministri e cila shtroi edhe këtë rrugë. Por shtrimi i kësaj rrugës po ngresh shumë pikpyetje. Si është e mundur që në lokacionin e njëjtë ku është e parapartë të ndërtohet diga e Desivojcit të shtrohet asfalt, nëse këto 2 projekte janë planifikuar në të njëjtin lokacion? Pse nuk janë harmonizuar që të mos shpenzohen miliona euro për shtrimin e kësaj rrugës? Për këto dhe shumë pikpyetje, ju ftoj ta ndiqni historien në vazhdim. Kryeministri në detyrë Albin Kurti i do shumë digat. E mbani mend kur krahason të territorin e Kosovës me kapakun e kthyer përmbys. Kosova është pak a shumë për nga relievi si kjo. Pra digat duheshin që lumenje të mos derdheshin jashtë. Ne duhet të akumulojmë ujin, krijojmë liçene artificiale, rezervuar të ujit. Në fushatën e fundit i dha mbi emrin mandatit të tij. Mandat i digave. Mandati i digave 5 diga. Një prej projekteve kryesore të digave është diga Desivojcës në Kamenicë. Digën e Kuqicës në Skënderaj, në Desivojc të Kamenicës. Por çka lidhet diga me këtë rrugë? Kjo rrugë i ka 10 kilometra dhe lidh Shqipashnicën, Desivojcën dhe Tërstenën. E këtë rrugë e ka shtruar qeveria e Albin Kurtit. Sipas deklarimeve të drejtorit për zhvillim ekonomik në komunën e Kamenicës, Edon Ndërmaku, asfaltimi i rrugës nuk ishte lejuar në vitet 2012-2013, pikërisht shkaku i projektit të digës së Desivojcës. Diga u harua dhe rruga u asfaltua. Tash pjesa tjetër e rrugës, po ashtu rruga ka qenë një projekt i ka mos që më çudoj në kufit të pjesa Tërstenës, të pika kufitare Tërsten. Kjo dhe në 2012 është ndërprer të menu që po fillon pjesa digës, ose shqetëseke, do më rritë prej vitit 2012-2011 ka fillu vetëm si temë, do më prej fshatë Shqipashnic 3 kilometra o pat zhvillu asfalti, pa ndërprer me logjike, me do me idenë që po fillon penda. As nuk u bo penda pje atyrit, as nuk u bo do më rruga. Në njërën anë ishte projekti vjetri ndërtimit të digës, në tjetrën ishte asfaltimi rrugës, të dyat në të njëjtën zonë. E të dyja si zinte. Sot projekti digës po ecë përpara, ai financohet edhe me mbështetjen e bankës botërore. Tash është në fazën e projektimit të detajuar dhe vlerësimit mjedisor e social. I habitur për shtrimin e kësaj rrugës ka mbetur dhe ish kryetari i komunës së Kamenicës, Qëndron Kastrati, i cili tha se nuk ka kuptim të shtrohet asfalt në një vend që ka për të grumbulluar ujin për pije. Edhe në kohën time është ngrit kjo çështje me shtru rrugën për Desivojc, Tërstenë dhe atë pjesë të malësisë. Por nuk kemi mujt as na e as kryetarët më herët, sepse aty ka qenë për më shumë se 10-15 vite e para pame me u ndërtu diga. Ka qenë me planin zhvillimor komunal, me planin e projekteve strategjike të Kosovës. Ka qenë paramendt vitin 2012 ose 2013 në buxhet me ushtru edhe nuk është realizu prej ministrisë sepse ka ronë kundërshtim edhe nuk ka pas kuptim me ushtru asfalt në vend ku ka më u grumbullu ujë më përdor për pije. Na mendojmë që edhe kemi menduar edhe atëherë që duhet me ushtru rruga edhe për këta gjithmonë kemi kërkuar në ministri që rruga me ushtru nga Poliçka. Domethënë, jo me ushtru rruga nga Shqipashnica, aty ku i bjen diga, por rruga duhet me ushtru nga Poliçka, që dha ka me qenë zgjidhje. E në ndërkohë, paradoksalisht, në vitin 2025,
ka qenë e parapame që rruga me ushtru edhe nga Poliçka për Desivojës, do me thonë me zgjidh problemin e asfaltimit të rrugës për kohë gjatë edhe pa pas probleme me digën edhe gjana tjera, po çuditërisht kishte qenë edhe nga Shqipashnica, edhe na kena reagu edhe publikisht edhe i kemi vendosur ndjeni privatisht që nuk ka kuptim me bu aty asfaltën, se në fund që aty ka me pas ujë i cili ka mu përdor për pije. Sipas drejtorit për zhvillim ekonomik në Kamenic, kishte diskutime që me ndërtimin e digës të ndërtohet edhe një rrugë alternative. Dëlin pyetja pse, sepse një pjesë goxha e madhe rrugës ekzistuese do të preket prej ndërtimit të digës. Pra nga 10 kilometra sa është asfaltuar, ai për Gazetën Nacionale tha se diku deri 7 kilometra të kësaj rruge do të ndërpriten. Tash në debatën që këna pas, domon që mbajt me 30 korrek, është ndikimi në mjedis dhe social. Domon ne kemi domon diskutu me banorët e fshatrave për radhë që do të më konë një bypass, me qenë se tu ka vazhdimisht frekuentim të veturave të bizneseve në altë, kjo ndikon të edhe të bizneset për rreth. Tash na e këna bërë si kërkesë, domon edhe komunës, edhe banorëve që ku të bllokohet që kjo zonë e pendes, më konë domon bypassi që prapë kjo pjesa deri në kufi më konë e frekuentuar. Të penda ka më konë domon një bypass çështë, domon për një rrugë e re, që domon është si këto si rrafshnal, domon ka domon mundësi të mira. Ka mund ndërpret. Po kjo ndërpret tani vazhdon të pjesa deri në kufi. Sa kilometra? Po dikon që kjo nëse zgabon një 70 kilometra. I bjen me ndërpret. Po vjen mes Desivojës. Po edhe Shqipashnice e përme. Se ky projekt ishte i kahmatshëm dhe menaxhohet nga Ministria e Ambientit, e thot edhe Ferhat Shala, ish ministër i Ambientit. Ne kemi shty projektin, ka kalu disa etapa edhe në institucionet e ministrisë dhe në qeveri dhe është pranu dhe ka fillu puna që ky projekt me ndihmën e donatorëve me u realizu. Ka instancat qeveritare të pushtetit lokal dhe të Ministrisë së Mjedisit atëherë edhe kanë qenë të informuara dhe kanë pas raporte të shkruara dhe s'pokut një herë është diskutuar në qeveri dhe ka marrë mbështetje maksimale atëherë në qeverinë Mustafa. Por deri më tani nuk ka një afat të përcaktuar për fillimin e ndërtimit të digës. Për këto shumë pikë pyetje, Nacionalja ka nisur pyetje tek Ministria e Infrastrukturës dhe ajo e Ambientit për të kuptuar më shumë, por s'ka marrur përgjigje. Përveç kësaj, Nacionalja ka nisur pyetje edhe tek Banka Botërore, por që e njëjta deri në publikimin e këtij ulëmtimit nuk ka kthyer përgjigje.